Mirëmëngjes të nderuar televizionistë të Drita Televizionia, ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 23 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1568. Holanda shpall pavarësinë nga Spanja. 1701. Pasi dënohet për pirateri dhe vrasje, William Moore, apo siç njihej kapiteni William Kidd, varet në Londër. 1805. Napoleon Bonaparte kurorzohet mbret i Italisë në katedralen e Milanit. 1846. Meksika shpall luftë mbi Shtetet e Bashkuara. 1813. Lideri amerikano-jugor i pavarësisë, Simon Bolivar, hyn në Merida, duke filluar okupimin e Venezuelës dhe shpallet El Libertador, çlirimtari. 1915. Lufta e dytë botërore. Italia bashkohet me aleatët pasi fjata shpallin luftë mbi Austro-Hungari. Lindje 1951. Lindi Anatoli Karpov, mjeshtër shah rus, ish kampion botëror në shah. 1966. Lindi Mike Tyson, boksier amerikan. 1972. Lindi Rubens Barrichello, Formula 1 pilot brazilian. 1976. Lindi Robert P. Murphy, ekonomist dhe autor amerikan. Vdekje 1977. Vdik Fadil Pullumbi, piktor shqiptar. 1981. Vdik Gene Green, lojtar bejsbolli amerikan. 1981. Vdik Rainer Happenstall, romancier anglez. 1981. Vdik George Yesel, aktor amerikan. 1981. Vdik David Levis, avokat kanadez dhe politikan. Për sot kemi përgatitur biografinë e Mozartit, i cili ishte kompozitor i shquar i kohës moderne. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Wolfgang Amadeus Mozart, 27 janar 1756, 15 dhjetor 1791, ishte një kompozitor i shquar dhe me ndikim gjatë epokës moderne. Mozart tregoi aftësi të jashtëzakonshme nga fëmijëria e tij e hershme. Ai kompozoi nga mosha 5 vjeçare dhe performoi para familjes mbretërore europiane. Në moshën 17 vjeçare, ai ishte angazhuar si një muzikant i gjykatës në Salzburg, por u rriti shqetësuar dhe u udhtoi në kërkim të një pozite më të mirë. Gjithmonë kompozonte me bollëk, ndërsa duke vizituar Vienën në 1781, ai u shkarkua nga posti i tij Salzburgut. Ai zgjodhi për të qëndruar në kryeqytet, ku ka arritur famë, por pak siguri financiare. Gjatë viteve të tij të fundit në Vjenë, ai kompozoi shumë nga simfonitë e tij më të njohura, koncerta dhe opera dhe pjesë të requiem, e cila ishte në masë të madhe e papërfunduar në kohën e vdekjes së tij. Rrethanat e vdekjes së tij të hershme kanë qenë shumë të mitologjizuara. Ai e la pas gruan dhe 2 bijtë e tij. Ai kompozoi mbi 600 vepra, shumica ishin kulme simfonike, koncertante, operës dhe muzikës korale. Ai ishte ndër më të popularizuarit të kompozitorëve klasik dhe ndikimi i tij mbi të mëvonshëm muzikartit perëndimor është i thellë. Beethoven i kompozoi veprat e tij të hershme në hijen e Mozart dhe Joseph Haydn shkroi se pasardhësit nuk do të shihnin një talent të tillë përsëri në 100 vjet. Ndër 19 veprat më të njohura i dallojmë Rrëmbimi nga Sarai, Dasma e Figaros, Don Juani, kështu bëjnë të gjitha. Mozart u sëmur në Prag më 6 shtator 1791. Premierën e operës së tij, La Scepenza di Tito, e shkruar në të njëjtin vit në komision për festimet kurorzimin e perandorit. Ai vazhdoi funksionet e tij profesionale për disa kohë dhe duke realizuar premierën e Magic Flute më 30 shtator. Shëndeti i tij u përkeqësua me 20 nëntor, në të cilën pik ai qëndron në shtrat, duke vuajtur në enjtje, dhimbje dhe të vjella. Mozart ushtrua
qetë dhe e butë. Shkaku I vdekjes së Mozartit nuk mund të dihet me siguri, por Cesarbali e ka thënë si ethe të rënda, duke I referuar një skuqje të lëkurës që duket si farameli, një përshkrim që nuk mjaftojnë për të identifikuar shkakun. Funerali modest I Mozartit nuk e pasqyrojnë gjendjen e tij me publikun si një kompozitor. Shërbimet përkujtimore dhe koncerte në Vjenë dhe Prag ishin me pjesëmarrjen. Në të vërtetë, në periudhën menjëherë pas vdekjes së tij, reputacioni I tij u rrit ndjeshëm. Salomoni përshkruan një valë të papartë të entuziazmit për punën e tij. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për shtetin që konsumon më shumë bukë. Turqia është vendi që konsumon më shumë bukë në botë. Statistikat tregojnë se mesatare e konsumit për frymë është 199.6 kg në vit. Kjo është një sasi e madhe krahasuar me shumicën e vendeve të tjera dhe reflekton rëndësinë e bukës në dietën e përditshme të turqëve. Faktorët që ndikojnë në konsumin e lartë të bukës në Turqi: kulturat ushqimore. Buka është një pjesë integrale e kuzhinës turke dhe përdoret në shumë vakte. Është e zakonshme që njerëzit të konsumojnë bukë në mëngjes, drekë dhe darkë, shpesh si shoqërues për ushqime të tjera. Çmimi I ulët. Në përgjithësi, buka është një ushqim I përballueshëm ekonomikisht, duke bërë atë të arritshëm për shumicën e popullsisë. Traditat dhe zakonet. Në shumë rajone të Turqisë është një traditë të përgatitjen lloje të ndryshme buke në shtëpi. Gjithashtu, buka shpesh përdoret në rituale dhe festa tradicionale. Variacionet e bukës. Turqia ka një gamë të gjerë të llojeve të bukës, duke përfshirë simitet, pitet dhe ekmek, të cilat janë shumë të pëlqyera dhe konsumohen rregullisht. Impakti I konsumit të lartë të bukës. Shëndeti publik. Konsumi I lartë I bukës, veçanërisht bukës së bardhë, që ka një përmbajtje të lartë të karbohidrateve dhe të ulët të fibrave, mund të kenë ndikime negative në shëndetin publik, duke kontribuar në nivele të larta të obezitetit dhe diabetit. Ekonomia. Sektori I bukës është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë turke, duke ofruar punësim dhe duke kontribuar në prodhimin dhe shpërndarjen e ushqimit. Siguria ushqimore. Për shkak të konsumit të lartë, siguria dhe cilësia e bukës janë prioritete për autoritetet turke, të cilat shpesh kontrollojnë për të siguruar që produktet janë të sigurta për konsum. Konsumi I lartë I bukës në Turqi është një fenomen I lidhur ngushtë me kulturën, ekonominë dhe traditat e vendit, ndërsa buka është një element thelbësor I dietës turke. Është gjithashtu e rëndësishme të trajtohen sfidat shëndetësore dhe të promovohet një dietë më e balancuar. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 23 maj 2026 do të karakterizohet nga moti I paqëndrueshëm dhe I ngrohtë, me reshje shiu në një pjesë të mirë të territorit dhe intervale me diell kryesisht në jug të vendit. Paraditja do të sjellë vranësira dhe reshje lokale në zonat qendrore, verlindore dhe juglindore, ndërsa pasditja do të ketë kthjellime të pjesshme në ultësirën perëndimore dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 8 orë me diell, kryesisht në jug dhe përgjatë vijës bregdetare. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë I lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër, 19 deri në 28 gradë Celsius; Kukës, 14 deri në 23 gradë Celsius; Peshkopi, 13 deri në 22 gradë Celsius; Tiranë, 18 deri në 28 gradë Celsius; Durrës, 18 deri në 29 gradë Celsius; Kavaj, 17 deri në 28 gradë Celsius; Elbasan, 19 deri në 27 gradë Celsius; Berat, 18 deri në 27 gradë Celsius; Korç, 10 deri në 19 gradë Celsius; Vlorë, 18 deri në 28 gradë Celsius; Gjirokastër, 16 deri në 14 gradë Celsius; Sarandë, 19 deri në 25 gradë Celsius;
Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 23 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i ndryshueshëm me alternime kthjellimesh, vranësirash dhe reshjesh lokale shiu. Paraditja do të jetë me vranësira dhe reshje të lehta në disa zona perëndimore dhe jugore, ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell në pjesën qendrore dhe veriore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 14 deri në 22 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 19 gradë Celsius, Skënderaj 14 deri në 22 gradë Celsius, Pej 15 deri në 21 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri në 21 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 23 gradë Celsius, Malishev 14 deri në 22 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 19 gradë Celsius, Ferizaj 14 deri në 19 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri në 18 gradë Celsius, Suharek 14 deri në 22 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 20 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kemi arritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Bashkë të rishimi sërish nesër në të njëjtën orë. Për më tepër, ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.